Falenderoj Bashkinë e Shkodrës. Falenderoj shumë klubin e sportit të Vllaznia. Falenderoj gjithë ata që morën kontributin që dhanë për djalin tim. Ma diaspora, gjitha. Shumë falenderoj gjithë popullin e Shkodrës. Falenderit Bashkisë Shkodrës, qarkut, klubit Vllaznia, gjithë kolegëve ti për 20 vjet karrierë nipit tim, që e mbështetën të në drejtimet, edhe publikun e Shkodrës që e ka përkrah gjatë gjithë karrierës ti. Si në kushtet mia, ashtu edhe në kushtet tjera. Jena mirënjohës për ta jetën si familje. Për kontributin që kanë dhënë ditë më të vështira të jetës nipit tonë, janë gjenë pranë, dhe t'jena mirënjohës për ta jetën. Maroku i funit i tij ishte normalisht që e do të jetën. Edhe fëmijët normalisht ishte Maroku i tij. Gjithashtu, edhe Maroku i tij ishte mirënjohja e gjithë njerëzve, dhe me thonë, unë i të krenuar, pavarësisht se ishte në kushte shumë të vështira, dhe me thonë, të jetës ishte mirënjohës karshi çdo njeriu, qysh të njeriu më i larg në diasporë që mund të jenë, edhe deri te njeriu më ashtu, ishte shumë mirënjohës. Edhe na si familje do të jena mirënjohës për gjithë jetën. Për gjithçka që ka bo për nipin tonë që ne janë bashku këtë vështirësi që kena pasë në familjet tonë. Shumë mirënjohje për presidentin e Vllaznisë Alban Xhaferi, presidentin për shoqatës basketbollit Sokol Dibra, po ashtu edhe për Astrid Xhaganjorin, drejtorin teknik, shumë mirënjohës. Respekt edhe këtij vend këtu, ku për 20 vjet nipi jem, dhe me thonë derdhi djerës, respekt trajnerave, të ja fillu qysh, të Nikolin Mirashi, të Roland Koka, Petrit Osmani, Dedar Gjeçaj, dhe gjithë me rol që kanë nimu nipin tim, ju jena mirënjohës si familje. Edhe aja është mirënjohës pavarësisht se në pa mundësi, jena mirënjohës edhe Bashkisë Shkodrës, qarkut Shkodrës, për titullin që u dha, pavarësisht në pa mundësi qnetit ti, dhe me thonë ja dorëzoj tjatit edhe djalit ti, jena mirënjohës për ta jetën. Respekt edhe për ju gazetarët, e falenderim shumë të madhe për ju gazetarët, se edhe ju jeni munu me mënyrat tuaja, me punën tuaj, dhe me thonë, me trajtu smundjen, vështirësinë e nipit tonë, familjes tonë, ju jena mirënjohës edhe ju. E për gjithë Shkodrën, e për gjithë Shqipërinë, e për gjithë shqiptarët që na kanë respektuar.